Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në takimin e radhës me gazetarët këtë të enjte foli për vizitën e tij në Strasburg. Berisha u shpreh se PD denoncoi me fakte dhe dokumente sipas tij situatën dramatike në të cilën ndodhet Shqipëria. Ditët e qëndrimit në Strasburg u përdorën për dënimin me forcën më të madhe, për paraqitjen e fakteve, dokumentave mbi situatën dramatike në narkoshtetin e Shqipërisë. Diktaturën autoritare në Shqipëri. Ne informuam dhe parajmëruam të pranishmit se Edi Rama përbën një rrezik madhor për vendet e tyre mbasi ai është padrinua sot i karteleve më të fuqishme të drogës në Europë. Mëtej kryedemokrati u ndal dhe tek protestat. Berisha u shpreh se jehona ishte e fuqishme. Sipas tij, Strasburgu po pret protestën e dytë kombëtare nga opozita. Jehona e protestës ishte e fuqishme. Pritej nga miqtë tanë proteste e dytë, po me aq insistim sa që pritet nga të gjithë opozitarët shqiptarë. Dhe unë jam këtu për të denuar me forcën më të madhe aktin e Edi Ramës, aktin puçist, me të cilin ai bllokoi, me të cilin ai për të mbrojtur veten e tij bllokoi parlamentin dhe nuk lejoi shqyrtimin e dosjes. Qytetarët do flasin shumë shpejt dhe ne do informojmë për protestën më të fuqishme që ka njohur Tirana dhe Shqipëria në ditët në vijim. Opozita është në këmbë, është e vendosur të përballet dhëm për dhëm me këtë regjim të turpshëm. Në vijim Berisha u shpreh se do jetë protesta dhe mbi të gjitha protesta qytetare, ajo që do jap zgjidhje kësaj situate, sipas kryedemokratit katastrofale që ekziston në Shqipëri.